Kultivimi i sherebeles në vitet e fundit ka pësuar një shkak është bërë mungesa politikave për të forcuar fermerët që merren me kultivimin e saj. Sherif Braja, përgjegjës në Agjencinë Rajonale të Eksesionit Bujqësor Shkodër, bën me dije se kjo kulturë është me goditur në malësi të madhe, teksa formalizimi i tregut është zgjidhja vetme për fuqizimin e fermerëve. Kultura sherebeles është kultura më e goditur në këtë aspekt. Janë edhe bimë të tjera, për shembull kultura helikrisumit e mankthit, ishte një kulturë që fillimisht pa treg, i gjithë fermerët destinuan në atë drejtim, por pikat e grumbullimit, ajo vitin e parë i sensibilizoi fermerët, i këshilloi fermerët dhe arriti që ta bllokoi prodhimin e tyre. Para gjenur para këtyre kushteve fermerët hoqën dorë nga mirrja. Tani kjo sipërfaqe e kulturës mankthit është e kontraktuar, merret çdo vit nga pika e grumbullimit dhe është futur në rrjedhin e ligjshmërisë. Për kulturat e tjera duhet të ekzistojnë, duhet të arrijnë edhe sherbela të futet në rrugën e ligjshmërisë, e kontraktuar, të kufizohen sipërfaqet, të lënë kontrata dhe për sasinë e kontraktuar të evaduohet prodhimi.